Konstituimi i legjislaturës së 9 nuk u realizua sot në përpjekjen e 12. Edhe pas gati 3 muajsh pas zgjedhjeve të 9 shkurtit, deputetët nuk po bien dakord për pikën e 2 të rendit. Seanca u ndërprej për të vazhduar përsëri pas 2 ditësh, pasi dështoi duke mos marrë vota të mjaftueshme propozimi i kryesuesit të kuvendit Avnit Dehari për formimin e një komisioni për votim të fshehtë. Mbas të atyre që kanë votuar, kemi 56 deputet që kanë dhënë votën për, 1 shkundër dhe asnjë abstenim. Seanca ndërpritet, shihemi me 9 maj në orën 10. Pas një letre për koalicion qeverisës të kryeministrit në detyrë Albin Kurtit, drejtuar kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjikut, ky i fundit dje është përgjigjur duke propozuar qeveri tranzitore, që do të përfshinte të gjitha partitë parlamentare. Deputetja nga radhët e lëvizjes Vetëvendosje Mimoza Kusari Lila për propozimin e Abdigjikut tha se nuk është në të mirë të qytetarëve dhe në dobi të vendit. Nuk është në rregull, në fakt ne duhet kemi një qeveri e cila përbën pozitën dhe opozitën, elementin e mirëfillt funksionimit demokracisë, llogaridhënia është bazë. Prandaj të pasurit të gjitha partitë bashk në qeverisje nuk e besoj se është në të mirë as të qytetarëve të Republikës e as të sjellë ndonjë dobi vendit. Ndërkaq nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Hykmete Bajrami tha se ky propozim është vetmja zgjidhje për zhbllokimin e institucioneve dhe janë në pritje të përgjigjeve nga liderët e partive politike. Po presim përgjigje zyrtare nga liderët e partive politike se cila është përgjigjja e tyre. Unë konsideroj, ne në fakt besojmë si parti politike që kjo është për momentin e vetmja zgjidhje për të zhblloku institucionet dhe për të bërë konstituimin edhe të kuvendit edhe të qeverisë dhe për të marrë me të vërtet me problemet e qytetarëve. Mbetet të shihet nëse në tentimin e 13 të premten deputetët do të zhbllokojnë situatën apo do të vendosin të shkojnë tutje me zhagitje të njëpasnjëshme.